Vendi u trondit kur para 8 muajsh në qershor të vitit 2024 u arrestua Bedri Shabani e Muharrem Qerimi si bashkëpunëtor të Shërbimit Informativ Serb, BIA, dhe se me informacionet të cilat i dërgonin zyrtarët e BIA-s, Srdjan Rosic kishin rrezikuar lindjen kushtetues të Kosovës. Tashmë të akuzuarit Shabani e Qerimi nuk janë të vetmit spion në Kosovë, pasi sipas ekspertit të sigurisë Fadil Kajtazi, edhe 720 spion të tjerë janë në vend, por aktiviteti i të dyve tashmë të akuzuar për spionazh, seancat gjyqësore ndaj të cilëve ka nisur këtë muaj, sipas ekspertit Kajtazi, nuk i përket hierarkisë së lartë. Sipas tij, Shabani e Qerimi qëndrojnë në mes diku, pasi që edhe veprimet e bëra e dëshmojnë një gjë të tillë. Kajtazi madje thotë se të dy ata kanë thyer protokollin e agjenturave pasi kanë komunikuar përmes telefonit, diçka që sipas tij nuk guxon të ndodhë. Këta, Muharremi e Qerimi, nuk janë të kategorisë së rënd në hierarkinë e spionëve. Unë i kam përmendur 720 persona që janë spion në Kosovë. Ka thyrje të protokollit, komunikimi nuk guxon të bëhet me telefon. Ata e kanë thyer protokollin, kanë bërë gabimet e gabimet i bëjnë këta që janë të nivelit më të ulët. Ata kanë qenë të kategorizuar përpara në kuadër të shërbimit sekret si bashkëpunëtori, lidhja operative dhe lidhja shoqërore, tha Kajtazi. Mbi bazë të këtyre kategorive, e kanë bërë rrjetin operativ. Unë mendoj se këta të dy gjenden në mes. Në atë që njihet si lidhja operative është më pak se bashkëpunëtori, se bashkëpunëtorët janë të futur më thellë, ndërkohë që për Bedri Shabanin e kemi ditur se është spion para luftës, është përmend emri i tij. Ka dëbërtuar se klasa jon politike nuk ka dashur me leju kontinuitetin e organeve të cilat kanë bërë Kosovën deri në vitet 1999. Edhe këta janë forcuar më shumë se sa na, bashkëpunëtorët e Serbisë janë forcuar. Gjykata e Hagës është produkt agjenturor serb, tha Kajtazi.